Merkantoja verore e Vllaznisë po zhvillohet kryesisht në kuadrin e emrave, por edhe në këtë fushë mungon lakimi alternativave për sulmin. Një repart problematik për Kuqeblut, po flitet për lojtar të vijës së mbrojtjes, mes fushës, madje këto vinë me nga 3 alternativa për repart, por ajo që bie në sy është mungesa një afrimi për vijën sulmuese. Në sezonin e shkuar, Vllaznia vuajti shumë për një sulmues tipik, ose siç njihet ndryshe lojtari gol. Ekipi shkodran eksperimentoi shumë gjatë sezonit të shkuar në vijën e parë, sidomos gjatë dy fazave të para, ku loja e sulmit u mbështet tek mesfushorët. Në pjesën e dytë, ardhja e Bakaj dhe rikuperimi i Hebajt bëri që sulmi të njëjtë dhe lojtarët stabil, por fatkeqësisht të dy këto lojtarë u larguan nga Vllaznia, duke lënë sërish ekipin pa një emër konkret për këtë repart. Të vetmit sulmues të vërtetë që po stërviten aktualisht me grupin nga fillimi i muajit janë të rinjt Pusi dhe Mehmetaj, ndërsa të 20 lojtarët e tjerë janë alternativa për repartet e tjera. Me sa duket edhe në emrat e parë të deklaruar si të mundshëm për të veshur Kuqeblu, mungojnë emrat e sulmuesve tipik. Gjatë ditëve në vijim, drejtuesit e klubit janë të detyruar që të kërkojnë lojtar për këtë repart, por gjetja e sulmuesve të duhur mbetet shumë problem, sidomos në kategorinë superiore pasi bomberat janë me pikatore.